Përshëndetje të gjithëve. Atëherë mirë se vini në kanalin Astro Tarot. Sot do bëjmë një temë ndryshe, një temë për dashurinë. Mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit. Ju merrni vetëm atë që rezonon me ju. Dhe fillojmë në lidhje me këtë lexim. Dhe këtu shohim që ka të bëjë me një person ku ndoshta tani në këtë moment është duke ju parë ku ju jeni përqendruar në lidhje me anën tuaj profesionale. Ose ju keni pas disa arritje në punën tuaj, por jeni duke menduar seriozisht në lidhje me punën. Ndërsa ky person është duke pritur. Është duke pritur një mesazh, një SMS ose një lëvizje që ju mund të bëni. Ky person është duke parë, është ndoshta një person që ka filluar që gjithnjëja e më mirë t'i bëj pyetje vetes në lidhje me këtë njohje që keni ose që keni pasur, sepse dikush ka kthyer shpinën këtu. Dhe nuk di se si rezonon me ju deri në këto momente, por është një energji shumë e veçantë që vjen në lidhje me këtë. Dhe vazhdojmë. Dhe kemi mbretin e kupave. Është dikush që shpreh ndjenjat e tij. Ky person shef hapjen e tij ose po shef është në gjendje të kuptoj një situatë ose dhuratat që kanë ardhur nga ju në lidhje me këtë dashuri. Dhe deri tani kemi një lidhje këtu mes shenjave të zjarit, të tokës, të ajrit, përsëri të zjarit, ujit dhe përsëri energjitë shenjave të ujit. Gjithsesi është një situatë ku ky person ju shef ndoshta në mënyrën se si ju mendoni, por ndërkohë është në pritje të një përgjigje, të një mesazhi nga ana juaj dhe është duke menduar për ditët e lumtura ose për momentet e lumtura që ju keni kaluar së bashku. Dhe këtu kemi vetëm energjitë shenjave të zjarit dhe të ujit dhe ju shoh që ju ndoshta ajo që keni arritur mund të jetë një përpjekje e vazhdueshme që ju mund të keni bërë në lidhje me këtë dashuri ose edhe në lidhje me këtë person. Gjithsesi, personi kupton që ju mund të jeni të inkurajuar në lidhje me disa aspekte të ndryshme të jetës suaj, por është në gjendje që ky person të shofi me sy më të pjekur, dhe po të vëmre këtu kemi përsëri mbretin e zjarit, atë që ka qenë midis jush, këtë pasion që ka qenë midis jush. Sepse këtu kemi dy mbretër, kemi mbretin e zjarit, kemi dhe mbretin e ujit, dhe këtu flasim për dy persona që janë në kanë një këndvështrim më të pjekur në lidhje me njëri tjetrin. Më falni, duke provuar se diçka fillon duke përfunduar situata të vështira që ju keni kaluar. Sepse kemi komplet energji zjari këtu. Ndoshta është diçka që ju dëshironi ta mbyllni ose një lodhje që ka zgjatur për një kohë të gjatë. Dhe ky person kupton sepse ju i keni dhënë vetëm lumturi në lidhje me këtë dashuri. Është sikur ende ky person është duke ecur nga një vend në tjetrin dhe po të vëmre është duke arritur në situata ku një person është larguar, mund të larguar nga kjo njohje ose lidhje që ju keni për të përmbushur diçka tjetër. Ndoshta ky person ka dashur të gjejë diçka tjetër, edhe pse gjërat kanë ndodhur në një mënyrë që ju ndoshta nuk keni dashur. Dhe vazhdojmë në lidhje me këtë histori. Shoh që ka shumë ëndra dhe shumë iluzione në lidhje me këtë histori që ju keni. Por në rastin tjetër, shoh që
ju po jepni një mësime këtij personi, ndoshta flet për gjëra shumë të rëndësishme, sepse shtata e monedhave tregon se mund të ketë bërë që kjo lidhje ju mund të keni qenë edhe duke ëndërruar, ose do donte që të ishte ballë për ballë me ju dëgjues. Në lidhje me këtë njohje që keni, do donte ky person të ishte ballë për ballë me ju. Dhe të fliste gjërat në këndvështrimin tuaj. Gjithsesi, këtu mund të bëhet fjalë për njerëz që janë distancuar, njerëz që kanë shkëputur komunikimin, njerëz që mund të jenë larguar nga një njohje ose lidhje, por kjo situatë, ky person duhet të vlerësoj dhe vlerësoj veten e vet. Dhe të vazhdojmë në lidhje me këtë gjë, se çfarë situatash do ketë midis jush. Dhe këtu flasim për një mundësi të humbur. Ndoshta ky person mendon se ka humbur, ju ka humbur, ose ka refuzuar një ofertë që mund të jetë bërë nga ju, që ka ardhur ndoshta edhe në momentin jo të duhur, por dhe një ofertë e refuzuar. Ndoshta ky person kishte konsideruar ose kishte ndërtuar ëndra dhe iluzione në lidhje me këtë dashuri, ose ka pritur edhe një përgjigje gjatë gjithë kohës në lidhje me ju. Ndoshta ky person është përballur vërtet me një situatë pak të dhimbshme, ose sepse po të vëmë re këtu personi është përqendruar te një lloj humbje. Ndoshta ky person ka pasur një kosto të madhe në lidhje me një humbje që ka pasur, por tani ka filluar të kuptoj se gjithçka që keni bërë për këtë person është që ju keni qenë ndoshta keni hapur shumë dyer në lidhje me këtë dashuri. Ose ky person ka ndjekur rrugë të tjera, ndoshta për të gjetur diçka tjetër. Në një moment që morën një vendim që gjërat i çonit përpara. Dhe këtu kemi kartën e gjykimit, që ka ardhur koha në të cilën ky person mund të përfshihet përsëri në lidhje me ju, sepse ju shoh që personi dëshiron një mundësi, ndoshta ka një keqardhje, një ndjenjë humbjeje të kësaj dashurie. Ky person i vjen keq, ndoshta nuk mori parasysh gjërat që ju i keni thënë në atë kohë ose në momentin që ky person është larguar. Dhe ky person është në gjendje trishtimi, ka një trazirë të brendshme, ndoshta këtu bëhet fjalë edhe për diçka që ka ndodhur midis jush në një moment të caktuar. Dhe do eksplorojmë edhe më tej, shohim se si do vazhdoj kjo dashuri. Dhe nuk thamë energjit, keni të bëni energji e shenjës së luanit, energji të shenjave të tokës, energji të shenjave të zjarit shumë fort, të ujit, të tokës përsëri, të ujit, të zjarit dhe energjia e shenjës së demit. Gjithsesi, energjit nuk kanë shumë rëndësi, thjesht dalin më fuqishëm, kemi përsëri energji zjari dhe uji. Nuk e shoh këtë person që është duke menduar gjatë gjithë kohës se si t'i japi drejtim kësaj situate, kësaj njohje ose lidhje që ju mund të keni. Dhe tham që këtu flasim edhe në njohje që mund të jenë krijuar, por është krijuar një distancim, në një lloj largimi në rastin tjetër, dhe për disa të tjerë mund të jetë edhe që personi mund të jenë krijuar disa situata dhe personi mund të ketë kthyer në shpinën. Gjithsesi, do marrim edhe unë do doja të merrja një mesazh në fillim dhe pastaj ta hapim letrat e tjera. Dhe këtu shoh kemi një mesazh ku ju ndjeni një dëshirë të pamohueshme për të komunikuar një mesazh të rëndësishëm një dikujt ose këtij personi. Dhe fjalët rrjedhin nga goja juaj. E njëjta gjë ose ju e bëni, është një mesazh që ju e jepni, e manifestoni për të shkuar te ky person. Dhe jeni të mbështetur nga angjëjt, është një angjëll që ju mbështet në lidhje
me këtë dashuri. Dhe e vendosim këtu dhe marrim disa letra të tjera. Dhe shohim që personi dëshiron të bëj ndoshta të ndërmarrë veprime në lidhje ose ky person beson në intuitën e tij në lidhje me një fillim të ri ose disa premtime që nuk u mbajtën në lidhje me këtë dashuri. Ndoshta marrim kartën e të dashuruarve, është një dashuri ku ndodh vetëm një herë në jetë, kur ky person përmes këndvështrimit i shikon gjërat më aktualisht, kupton se kjo lidhje është absolutisht thelbësore, është shumë e rëndësishme në lidhje me këtë dashuri, por është krijuar edhe një ndjenjë për t'i parë gjërat më mirë në lidhje me këtë dashuri. Ndoshta është një model dashurie që është unike në lidhje me këtë njohje që keni ose lidhje. Dhe këtu flasim për një marrëdhënie ose një njohje ose një lidhje që filluan së bashku, por patën edhe një shkëputje ose një distancim ose një largim. Dhe ky person nuk ju e dot nga mendja ose nga mendimet e tij. Ky person diçka do t'ju thot se ju jeni të zgjedhur nga ky person dhe kjo lidhje me ju është shumë e çmuar. Dhe vazhdojmë. Ndoshta është dikush që dëshiron të jetë akoma më i disponueshëm në lidhje me ju. Ky person mendon që nuk mund të marri pa dhënë ose duhet të japi dhe të marri në këtë dashuri dhe do filloj të shpreh ndjenjat e veta. Dhe kjo gjë do bëj që të hapet ndoshta një rrugë e re më e pjekur në lidhje me këtë njohje, me këtë dashuri që ju keni. Por do jetë diçka, do me thënë që ju do ta ushqeni këtë dashuri ndoshta edhe me gjëra të vogla ose me situata ose me kujtime ose edhe me diçka të bukur që ka ndodhur midis jush. Ndoshta ky person dëshiron të flasi mes ju të dyve për të ardhmen ose për perspektivat e kësaj njohje ose kësaj dashurie, sepse ata janë duke ëndërruar ose personi është duke ëndërruar për gjërat që ju përjetoni ose keni përjetuar së bashku. Dhe shoh një person që dëshiron të vijë, të japi drejtim situatave, është një person me shumë pasion, një person shumë entuziast, por ndërkohë është me një vizion të ri në lidhje me këtë dashuri. Ndoshta ky person do afrohet në një mënyrë tjetër. Sepse shohim që ka shumë ndjenja dhe shumë pasion personi. Dhe dikë është një person që fillon të ndjej atë energjinë e fjalëve tuaja, sepse po të vëmre dhe mesazhi këtë ju thot. Energjinë e fjalëve që ju keni manifestuar në lidhje me këtë dashuri. Dhe shoh një transformim në lidhje me këtë njohje ose lidhje ose me këtë dashuri. Shoh një energji besimi, shprese që mund të keni në historinë tuaj dhe është e rëndësishme që ky person tani shpreson shumë në lidhje me këtë dashuri ose që ju t'i çoni gjërat para me njëri tjetrin. Është fantastike, një histori shumë e bukur dhe ju shoh që ju do jeni ndoshta në pritje të zhvillimeve të reja në lidhje me këtë dashuri. Dhe unë do marrë dhe një mesazh nga angjëjt për të parë se çfarë ju thonë. Dhe kemi 6-ën e shkopinjve, këtu nuk tham dhe energjit, haruam energjia shenjave të zjarit, të ujit, të demit, të tokës, energjia shenjës së demit përsëri, energjia shenjës së luanit, energjit shenjave të ujit, të zjarit
dhe kemi përsëri te mesazhi nga angjëjt e energjisë shenjave të zjarit. Gjithsesi, e kam theksuar dhe në leximet e tjera. Nuk është e rëndësishme energjitë që vijnë këtu. Këto janë lexime të përgjithshme dhe përfshihen të gjitha shenjat e horoskopit. Dhe shoh një fitore, një sukses, një udhtim, ndoshta fati do t'ju ndihmoj dhe të reja të mira vinë drejt jush, ose lajme të mira po vinë drejt jush. Provoni këtë njofje, thot, dhe mos ndaloni, thot. Është një mesazh fantastik, kjo tregon që ju do ta çoni para ose do mendoni për ta çuar para këtë histori dashurie, këtë njofje ose lidhje që keni, sepse do merrni lajme të mira, por tregon dhe një fitore, një sukses për ju në këtë dashuri që ju keni. Dhe marrim se çfarë do donte ky person t'ju thoshte në momentin që ky person është duke menduar dhe në lidhje me ju. Dhe këtu ju thot, dua të zgjidh në mënyrë jo kritike gjithçka me ty, thot. Dhe kemi energjinë e shenjës së Virgjëreshës. Dua të zgjidh diçka në mënyrë jo kritike në lidhje me ty. Dhe kemi mesazhin tjetër. Kur të shikoj, pyes veten nëse vërtet të meritoj. Edhe ky është një mesazh fantastik. Personi do donte t'ja u thoshte këto fjalë dhe marrim edhe një mesazh dhe këtu thot një lidhje nëpërmjet internetit. Nuk e di, por jo domosdoshmërisht sepse janë lexime të përgjithshme, është një lidhje nëpërmjet internetit. Atëherë kjo ishte për ju. Ju përshëndes të gjithëve. Ju uroj një fundjavë të bukur, të këndshme. Ju ftoj edhe dëgjim të këndshëm të kësaj videoje, por ndërkohë ju ftoj të ndiqni videot e kaluara të këtij kanali. Videot e javës, video me tema të ndryshme që postohen, por dhe videot e muajit, sepse janë shumë të rëndësishme gjithçka që flitet aty, por dhe për efektet që ka kjo hënë e plot që është në ditën e sotme për të gjithë ju. Atëherë ju përshëndes të gjithëve, ju uroj dëgjim të këndshëm përsëri, dëgjojmë te videot e radhës. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e email-it.